qoftë në parti, qoftë në regione, qoftë në darje të tjera, mendojmë se me një ofertë të mirë programore, me një ofertë të mirë për një qeverisje të ndershme, mendoj se qytetarët do të jenë në gjendje të vlerësojnë, megjithse duhet të pranoj se në këto kushte, në të cilat veprojnë sot partitë politike, për shkak, lirisht mundem me thonë, për shkak të nivelit të ulët të demokracisë në vendit tonë, fatkeqësisht çdo subjekt politik nuk është i barabartë që të dalë me ofertën e vetë, por edhe në këto kushte, pra edhe përkundër këtij realiteti, ne si Parti Konservatore do të japim maksimumin tonë që të depërtojmë deri tek qytetari me ofertën tonë politike. Zotri Bosha, ju keni qenë pjesë e koalicionit në Partinë e Drejtësisë. Agendat e juaj politike si parti nuk janë vënë shprehje gjatë kohës sa keni qeverisë. Pse unë si qytetar duhet të ta besu prapë ty një mandat për me një koalicion kur realisht vetëm je si numër, po jo dhe si fuqi edhe përkundër asaj që ke qenë si një subjekt i vogël politik, agjendat tua politike kanë vetë shumë jenë krahasuar me Partinë Demokratike, që ndoshta shumicën e rasteve edhe në kuvend është në shprehje që domosdoshmë kanë kaluar vendimet e Partisë Demokratike, po jo dhe vendimet që ju i keni cu si parti. Pse unë si qytetar duhet me ta besu edhe një mandat? Po, KDI-ja, këtë vlerësim që e bon, me dhe vërtet është vlerësim me vend, unë pajtohem, bile edhe më herët që e bonët këtë vërejtje, por pasi që moderatori udhëheqësi i emisionit ta që do të bisedojmë në pjesën tjetër, kjo është vërejtje me vend, por ne si pikërisht që fola për atë nivelin e ulët të demokracisë, për nivelin e ulët të kulturës demokratike në vendin tonë, kjo ka ndodhur për këtë arsye, pikërisht për këtë arsye, sepse ne, si subjekt politik, natyrisht që kemi hyrë në obligime kontraktuale, ashtu të them, me Partinë Demokratike të Kosovës, dhe ne gjatë gjithë kohës kemi bërë përpjekje maksimale që të jemi ortak ose partner me ndikim, natyrisht me ndikim proporcional. Ne kemi qenë plotësisht të vetëdijshëm që partia, subjekti ynë në atë kohë, kur kemi hyrë me Partinë Demokratike, ka pas, ashtu të them, akcione të kufizuara. Ne kemi qenë, ndoshta kemi marrë pjesë me 10% të aksioneve në qeverinë muja, por ne gjatë gjithë kohës kemi insistu që të jemi pronar, në thojza të them, ose gjithë kemi insistu që të dalim zot asaj komponente që kemi investu në qeverinë muja. Por fatkeqësisht, Partia Demokratike, edhe pse është një subjekt i cili në emërtimin e saj ka atributin demokratik, fatkeqësisht nuk kemi has në mirëkuptim, thjesht unë them se partneriteti ynë, ajo odisejad, ajo kohë që kemi kalu në partneritet me Partinë Demokratike të Kosovës, faktikisht ka qenë një rezistim, ose rezistenca e subjektit tonë, që të jemi partner i barabartë, natyrisht konform pjesëmarrjes tonë në qeverisje. Por mendoj se pikërisht sjellja jonë në atë koalicion duhet të jetë argument që qytetarët e Prizrenit që kësaj here edhe me një masovitet akoma më të madh, edhe me një besim akoma më të madh të japin besimin, sepse ne nuk kemi pranuar që të jemi dekor në atë koalicion qeverisës. Pikërisht, sepse kemi insistu... Sa ka qenë periudha bashkëqeverisë që keni qeverisë? Ka qenë ndoshta 15 muaj, një vjet e gjysmë. 15 muaj, atëherë nëse ju s'keni arrit me shti agjendat, nëse ju nuk keni pas një marrëveshje dhe Partia Demokratike nuk ka respektu atë marrëveshje, pse keni ndajt 15 muaj në bashkëqeverisje? Kjo më bon mu që të kemi dilema në ato se partitë e vogla hinë koalicion për sistemimin e një elektoratit vetë, ose disa individëve të subjekteve politike. Po jo, partia subjekti ynë, ish Partia e Drejtësisë, ka qenë model tamam demantues, si që pëthuni ju. Na kemi qenë aty, por tanë kohën kemi qenë insistus që të jemi pjesë konstruktive e qeverisë.
Por fatkeqësisht, pasi që nuk kemi has në mirëkuptimin e partnerit të madh, ne kemi vendosur që të lëshojmë atë partneritet, që të prishim atë koalicion, edhe vetë fakti që ne kemi prish koalicionin me Partinë Demokratike të Kosovës dëshmon se subjekti ynë nuk ka hyrë në koalicion për të zgjidhur problemet e punësimeve ose për të sistemuar kuadrot e veta. Ne tek e fundit me kuadrot tona që kemi marrë pjesë në qeverinë muja, kanë qenë ekspert të cilët kanë pas një CV, një biografi profesionale. Ne nuk kemi dërgu në qeverinë muja njerëz të cilët kanë qenë të papunë, por thjesht kemi dërgu njerëz ekspert, por edhe në atë moment kur kemi pa që me të vërtet ne si subjekt politik, ne si ortak, në atë qeveri nuk mundemi të ushtrojmë ndikimin ton, ne kemi vendosur që të lëshojmë, që të mos jemi pjesë e asaj qeverie, sepse po të kishim pranu njerëzit ton edhe sot e kësaj dite do të merrnin pagat e tyre nga buxheti i Republikës së Kosovës. Ashtë kjo përshtypje e Naimit nga se gjatë periudhës qeverisë keni rezistuar që ti tregoni problemet dhe vetëm fund ka shpërthy kjo mos nashësi. Rami, ne edhe gjatë qeverisjes kemi rezistu edhe rezistenca jonë ka qenë absolutisht publike. Ne kemi qenë në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës dhe lirisht mundem me thonë që ne kemi qenë në kuadër të asaj qeverisje, kemi qenë opozit mbrenda bllokut qeveritar. Ato pikrisht edhe kanë qenë edhe ankesat e Partisë Demokratike të Kosovës. Ata thjesht neve në thonin, ne nuk po mundemi me kuptu sjelljet e juja, por sjelljet tona nuk kanë qenë as shantazhuese, me të vërtet mendoj se edhe gjatë kohës sa kemi qëndru në pozit, jemi mundu të jemi konstruktiv. Por, asnjëherë duke mos votu, duke votu kundër bindjeve tona dhe kundër orientimeve tona programore. Kjo ka qenë esenciale, mendoj se ne kemi ditë të jemi edhe gjatë qëndrimit tonë në qeveri, kemi ditë të jemi opozit mbrenda qeverisë, sikurse edhe sot e kësaj dite, si opozit, dim të përkrahim edhe shembull propozimet që propozon që jep koalicioni qeverisës. Mendoj se kjo është një sjellje, një qëndrim parimor. Se përpara se ta hapim debatin rreth koalicionet të mundshme, sa është mundësia e partive të reja politike që t'ja marrin elektoratin, sidomos për në prezene kemi fjalën dy subjektive të mëdha politike, çka duhet bëjnë ato që ta ofrojnë këtë elektoral pranë vetës tyre? Mendoj se është mjaft vështirë në këto kohë kur po jetojmë, sepse gati thoya ka shumë kritere ku mund të bazohemi, tash po përmend vetëm njërin kriter. Secili partitë të mëdha kanë arritur ta shtrinë rrjetin e vet jo përmes punësimit, jo përmes formave të ndryshme, që në një farë forme t'i blejnë votat, ose t'i kenë votat e sigurta. Kështu që ky elektorat që kanë këto partitë të mëdha është pak vështirë të thyhet. Vetëm nëse ndodh, sikur që ndodh me LDK për shembull ndarje e partisë, atëherë njëra parti ose njëra anë merr anën tjetër. Përndryshe, lëvizje, siç tha Naimi, lëvizje mund të ketë, mirë po numër shumë të vogël, domethënë diferenca të vogla. Siç pretendojnë këto partitë që do të hyjnë tash se Naimi përmendi një shifër diku 50% të elektoratit po del në zgjedhje. Zgjedhjet e fundit 2009 është diku 43% që kanë dalë krejt. Domethënë nuk kemi rritje të elektoratit në fushatat zgjedhore. Sikur të kemi rritje të elektoratit, atëherë partitë e reja mund të besojnë se elektoratin e ri mund të fitojnë vota, ndërsa elektorati i vjetër është pak vështirë. A ka ardhur koha që të votohet për njerëz dhe për programe, jo për ndoshta lider dhe frym politike? Po mirë, këtu ne kemi disa shembuj ku individi ka treguar rezultat. Një shembull e keni në komunën Rovecit, për shembull, kur erdhe puna në balotazh, një lëvizje kryetarit tanishëm Smajl Latifi, që ishte nga një parti tjetër dhe doli në një parti, edhe i fitoi votat, domethënë ai fitoi votat si individ, jo si parti, se partia që u fut ky faktikisht nuk i fitoi votat kur nuk ishte, por si individ fitoi votat. Kështu që mund të ketë individët, nëse varet tash se cila parti kë e vendos, cili individ e vendos, atëherë mund të ketë ndryshime në vota. Shikues të nderuar, shkojmë me një blok të shkurt marketingu dhe rikthehemi përsëri në debat.
Excel yourself and visit us at excelforyou.com. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Ju bëf mirë. Kjo është luksese. Kjo marifet. Na plësuan. Edhe ju ma keni plëcu mu andrën. Ma keni ble vellën Cesar Collection? Like a gay tarantella. Hajde një mërë shkëm Cesar Collection, ta blim edhe me i fustan se festa kemi bëllë. Qumë! Like a pastef azul, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. Cesar Collection USA, Prizren. Fustana dhe vello amerikane. Njeri ju të viste të rasti di që të bëj për shtypjen e parë. Risi, saloni qeramikës Aldex, tani edhe në Prizren. Aldex është adresa e vetme në Kosovë për qeramik cilësore nga brendet më të njohura europiane me çmime ekstra të volitshme. Aldex mendon për cilësi, shije dhe dizajn, sipas kërkesës suaj për qeramika. Në Aldex mund të kompletoni kërkeset tuaja ndërsa ne mendojmë për ju. Aldex, tani edhe në Prizren, kilometri 5 në magjistralen Prizren-Prishtinë. Në mënyrë që të keni ujë të pastër, të shëndetshëm, të pishëm në shtëpinë tuaj, ju duhet të keni sistemin e një teknologjie të lartë të filtrimit të ujit, i cili do t'ju ofrojë 100% ujë të pastër, të shëndetshëm, të filtruar me të gjitha mineralet natyrore. Organizata ndërkombëtare shëndetësore Camelot ju ofron falas sistemin Columbia 2+ të filtrimit të ujit, kurse ju paguani filtrat përmes të cilëve mund të pastroni të gjitha bakteriet si klorin dhe ngjyrën, si dhe pasurimin me mineralet e duhura për një ujë të pishëm, të një cilësie të lartë, me vlerat e një burimi 1500 metra lartësi. Me Camelot International Health Organization, ne u garantojmë që për 90 ditë, shëndeti i familjes do të ndryshojë për 80% më mirë, pasi uji është baza e jetëgjatësisë sonë. Nëse gjendet ujë më i pastër dhe më i shëndetshëm, organizata jonë ofron 300.000 euro shpërblim. Në TP Internorm Plast, ka lëshuar në prodhim raportin e rime një teknikë më të përsosur, në të cilën makineria kompjuterike dhe ajo digitale do të thonë fjallën e vetë. Kjo ndërmarje prodhon dyer, dritare dhe roleta nga plastika gjermane Thyssen Innotic German System, me trashësi 84 mm dhe 6 fusha termike me 3 diktuna. Në kuadër të kësaj ndërmarje punohet edhe qelçi termoizolues me garancët e cilat i dëshironi ju. E ardhmja do të ketë ndryshime në ngrohjen globale, andaj kjo ndërmarje klientëve u ka mundësuar produktin më të ri të xhamit sipas standardeve të eurozonës. Xhamin Lovi Klima Guard, produkt që ul kostën e shpenzimeve të energjisë gjatë dimrit dhe arrin nivelin e lartë të izolimit gjatë verës. Kjo ndërmarje në shtëpitë tuaja të bukura me prodhimet e veta ju garanton jetë luksoze dhe komode. Risi, kjo ndërmarje ka hapur ekspoziturën e prodhimeve të veta në daljet e qytetit Prizren Gjakov, që ju të dashur klient të përcaktoheni në shijen tuaj. Në kuadër të kësaj ndërmarje kemi 2 shibe në lager, si dhe 2 rrëshqice të modelit më të ri për Kosovë. Në TP Internorm Plast, gjendet në fshatin Korish, përballë rrugës së Shpinadis. Kompleksi TA Park posedon 2 sallone dasmash. Njëri me arkitekturë dhe interier amerikan për 700 persona dhe tjetri me arkitekturë vendore për 500 persona. Kompleksi TA Park ka restorant peshku, kopshtin dhe lumin përmes, këndin e lojrave për fëmijë. Kompleksi TA Park ka 24 dhoma gjumi dhe 10 apartamente ndër më komodet në Kosovë. Internet, televizion dhe falas pishinën verore dhe solariumin. TA Park, pishina verore tashmë e njohur për të gjithë, plus fushën e futbollit dhe të tenisit. Kompleksi TA gjendet në lagjen barutone të Prizrenit. TA Park, knatësi pa limit. Kako bi naša opština imala bolju uličnu rasvetu, parkove, puteve i druge usluge, ja sam platila moj porez na imovinu.
platite vaš porez na imovinu za bolje usluge. Shikues të nderuar, jemi rikthyer në studion e televizionit Opinion, ku drejt për drejt jemi duke debatuar për partitë e reja politike dhe rikonfigurimi i skenës politike në Prizren nga ndikimi i këtyre partive politike. Naim, Arbëri e tha se nuk do të bëj koalicion me PDK-n, LDK-n, AK-n, AKR-n, këto parti që kanë qenë koalicion. A do ketë të pamundshme vetëvendosja, çfarë do numrash të ketë realisht që të bëj qeveri me Okej, atër vetëvendosja në Prizren po synoj ka të paktën që ta merr vetë pushtetin dhe mos ketë nevojë për partner të koalicionit. Megjithatë në Prizren deri më tash nuk e di që ka pas një qeveri lokale për që ka qeverisë vetë të paktën mos t'i kenë partnerë edhe 2-3 subjekte politike. Nëse Arbëri janë shkalon disa subjekte që aktualisht konsiderohen që kanë më tepër elektorat, atëherë mbetet që partia ose lëvizja vetëvendosje të bëjë koalicion me subjektet që janë nga komuniteti Pakic. Megjithatë edhe këtu është pak dilemë duke marrë parasysh se këto subjektet politike të komunitetit Pakic vazhdimisht kanë shku në bashkëqeverisje të paktën pas 2007-s me Partinë Demokratike të Kosovës, madje duke marrë parasysh që këto subjekte politike kanë edhe koalicion në nivelit qendror. Kështu që Arbëri do t'i fitojë ndoshta mbi 50% dhe ta ketë domosdo mandatin të formon qeverinë. Unë konsideroj që është e pamundshme duke parë deri me tani që subjektet politike votat i kanë ndonë ndoshta në mënyrë proporcionale, mund të synojnë se cila parti të merr sa më tepër, po unë zbesoj që në Prizren një subjekt politik do të kenë shumicën absolute për me formu vetë një qeverisi lokale. Albert, cila është përgjigjja jote në në fillim thash që nuk është që ne jemi të mbyllur për koalicione. Thash që jemi të mbyllur për këto koalicione dhe i përmenda ato subjekte të cilat kanë udhëhequr deri më tani si në nivelin qendror, po ashtu edhe në nivelin lokal dhe e kanë kandidatuar edhe Prizrenin në Kosovën këtu ku e kemi. Prandaj, ne jemi të hapur për koalicione, sigurisht edhe për minoritetet, dhe jemi të hapur edhe për koalicione, për nisma të ndryshme qytetare, për subjekte të cilat janë krijuar ose do të krijohen absolutisht në çdo mënyrë. Mund të kemi koalicione me grupe sindikale, mund të kemi koalicione me kryesisht grupe të ndryshme, të cilat mund të vinë edhe të garojnë ose brenda nesh, ose domethënë jashtë nesh, por që më në fund mund të realizojmë një koalicion domethënë para ose pas zgjedhor. Sa i përket asaj se lëvizja vendosja shtetë e mbyllur, mendoj që përkundrazi ne jemi shumë të hapur sa i përket bashkëpunimit me partitë politike dhe bashkëpunimin me shoqërinë civile, sepse për herë shoqëria civile me studimet dhe analizat të cilat i ka bërë, ka mundur të vërejë që vetëvendosja ka qenë subjekti vetëm i cili ka marrë shumë seriozisht ato dhe me një farforma një tjetër ka qenë pikërisht ajo e cila është mbështetur në studime të tilla që për fat mirë në pothuajse në komunën Prizren kemi shoqërinë më aktive, domethënë shoqërinë civile më aktive në Prizren dhe me cilat edhe thënë të drejtën pjesë prej tyre kemi hartuar edhe alternativën qeverisë lokale. Numrat në Prizren do të diktojnë, sepse realisht më spaku nëse llogarisim edhe subjektet e reja, më spaku 10 subjekte politike do të kenë përfaqësues të vetë në ne jemi momentalisht për prezgjedhjet të kaluara ne jemi subjekti i tretë në Prizren. Dhe ne pretendojmë që të jemi subjekti i parë. Jemi parti e re në zgjedhje lokale, e cila garon për herë të parë. Fatkeqësisht garon për herë të parë, sepse në këtë farforme neve na u kanë limituar dhe mënyrat e kundërshtimit dhe të reagimit, sepse nuk kemi qenë brenda asamblesë. Dhe tani, duke mos qenë ashtu, ne do të insistojmë që të hyjmë në institucione, madje dhe ta fitojmë
qytetin, ta fitojmë qeverisën në Prizren. Dhe për numrat ose për atë aspektin statistikor që ju flisni, mund t'ju them që është qytetari ai që determinon. PDK-ja po e di se që do të fitoj, sepse po vjedh vota në formë industriale, po i keq përdoran pra dhe vullnetin politik qytetar. Unë nuk mund të them që ne do të fitojmë. A do t'i pranoni zgjedhjet? Ne do të përpiqemi pra të fitojmë zgjedhjet. Dhe nëse qytetari i Prizrenit vendos që lëvizja vendosi ta udhëheq komunën e Prizrenit, sigurisht ne do ta udhëheqim. Po nuk do të na po flasim për mundësi. Nuk do të ketë mundësi që ta qeverisë vetme. A do të kërkoj mundësit me parti tjera përveç këtyre që ta, apo ndoshta edhe do të mund ta disiplinon të thënë kushtimisht ndonjëri nga këto subjektet më. Sigurisht që ne pra jemi të hapur, thashë në fillim, me gjitha subjektet tjera, me të gjitha grupet tjera, pos atyre që i përmenda. Sepse dëmi që e kanë shkaktuar ata Prizrenit, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektet të ndryshme, apo e marrim për shembull në kulturë. Atëherë, edhe në nivelin qendror, atëherë neve na bie që ne nuk duhet pra të tradhtojmë edhe qytetarin në Prizrenit besa që të futemi në koalicion me këto parti politike të cilat vetëm se kanë treguar se ç'din të bëjnë dhe kanë bërë më të keqen e mundshme. Se duke i ditur realitetin në Prizren, sa do të diktohen koalicionit nga numrat dhe a do të jenë partit politike ndoshta edhe të kurzuara për shkak të numrave që mos mund të zgjedhin shumë partnerët politik për qeverisin? Në thash në fillim, nëse të gjitha këto partit që futen do të marrin numra në asamble, ne e dim 41 është numri i përgjithshëm. Dhe tash nëse i balancojmë këtë, tash po bën 3 partit treja që mund të marrin numra, nga 1, nga 2, nga 3, nga 10, në varësisht se cila sa. Atëherë është e pamundur që një parti të ketë mbi 10 asamblist. Shumica dihet është 21. Dhe me thënë ka mundësi që jo 2-3, por ndoshta edhe 5-6 të futen në një koalicion pas zgjedhor. Kështu që është gati e pamundur. Arbi mirë thot, pretendojnë, se cila parti pretendojnë për me fitu zgjedhjet. Mirë, po nuk mund të bazohemi ne në zgjedhjet parlamentare dhe në zgjedhjet lokale. Sigurisht. Dhe me thënë ajo është diçka që nuk mund të bazohemi. Mirë, po në zgjedhjet lokale, nëse shkojmë këtë forme, 4-5 parti, 6 parti në një koalicion pas zgjedhor, atëherë nuk e di, Arber pra po i përgjigj pyetjes në imit. Sigurisht, sepse kur lëvizja vendosi pa të garuar në zgjedhjet parlamentare, në Prizren pa të ekzistuar një këshill që fushatën e drejtonin atëherë 20 vetë, pra një këshill organizativ dhe e bëri atë fushatë. Tani më lëvizja vendosi ka struktura të mirëfillta dhe të organizuara edhe në qytete dhe gjithandej. Pra, i kemi 30 pika, i kemi pra 30 pika të cilat i kemi të organizuara mirë, dhe pra kemi sekretariatet tona të cilat punojnë brenda nesh, dhe kemi nën komitetet që hartojnë politika me që ras ne edhe do të dalim alternativën konkrete. E thash shumë herët se sa do më thonë që ndoshta do duaj. Sepse dëshirojmë që në këtë farforme t'ja prezantojmë qytetarëve alternativën tonë. Dhe ajo që the që partit mund të dalin nga 10%, për ato nuk mund të flasë sepse ato e di më së miri qytetari. Dhe me qenë se nuk kemi ndonjë matje paraprake, atëherë dhe nuk e dim se çfarë do të ndodhë. Veç për një gjë jam shumë i sigurt që me gjitha strukturat tona dhe me gjitha angazhimin tonë, me gjitha potencialet organizative, intelektuale dhe programatike, ne do të mundohemi që pra ta fitojmë komunën e Prizrenit. Sigurisht që vetëm në vendet komuniste fiton vetëm një parti politike. Por unë qysh në fillim pra i manjanova subjektet të cilat i kanë sjell pra stagnim ekonomik, jo mirëqenie, problemet të ndryshme në arsim që i kemi këtu në Prizren, prej cilave nuk po mund të dalim, sepse me një farforme do të bëheshim ose do të njësoheshim së bashku me ata të cilët pra gjenden përballë prokurorive dhe japin në thojza hesap atyre. Dhe nuk dëshirojmë që pra të jemi pjesë e një koalicioni i cili do të ishte koalicion jo programatik, por do të ishte koalicion i numrave, i statistikave. Qoftë në pozit, qoftë në opozit, vetëvendosja do të qëndrojë e njëjta
dhe një gjë të cilën mund ta bëj me sigurive vendosja është që do të sjellë barazi para ligjit për çdo qytetar të Prizrenit. A do të rrinë në opozitë vetëvendosja, kushtimisht po flasim nëse nuk është partia e parë, nëse e para dalin këto dy subjekte të mëdha politike? Sigurisht. Ato mund t'ja thonë ndoshta me një lloj me plot kuptim të fjalës që nëse lëvizja vendosje, pra nuk arrin që ta fitoj pushtetin, pra nëse lëvizja vendosje nuk arrin që përmes shtrirjes së saj të fitoj simpatinë dhe votën e qytetarëve, do ta ruaj besimin e tyre dhe në asnjë mënyrë nuk do ta tregoj elektoratin ose qytetarët e vet. Sepse unë tani kur po flas para jush, unë po them që nuk do të bëjmë koalicion me këto parti politike. Dhe në momentin kur ne bëjmë koalicion me këto parti politike, atëherë unë kam thyer pra fjalën time. Dhe fjala ime është fjalë me një forme që ka të bëjë me parime, të cilat i kemi përcaktuar qysh herët, pra para se të futemi në këtë proces, domethënë të zgjedhjeve. Ramin, është një pyetje. Çfarë mendoni Arbër për shembull lëvizja vetëvendosje përmendet që në zgjedhjet parlamentare ka qenë një grup për 20 vetash, një grup nismetar, edhe arriti që të bëhet partia e tretë. Cila mendoni se ka qenë pika e fortë këtu dhe që arritët ta bëni një numër të tillë? Mendoj që kjo është pyetje për nivelin qendror, por ne jemi vetëm subjekt politik i cili në fushatën elektorale pa dalë me një program 100 pikësh. Subjektet